Gjatë ditës së sotme, dinamika në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ka marrë një tjetër kthes të fortë, duke vënë në qendër të vëmendjes përplasjen mes Labit dhe Albës, një situatë që ka trazuar jo vetëm banorët, por pritet të ndezë edhe reagime të forta jashtë shtëpisë, që në orët e para të ditës është ndjerë një tension i pazakont në ajër. Alba dhe Limi, të cilët vetëm një natë më parë kishin surprizuar me afrimin e tyre romantik, dukeshin ende në efektin e atij momenti, mes buzëqeshjeve të sikletshme dhe vështrimeve që flisnin më shumë se fjalë, por qetësia ka zgjatur shumë pak. Gjatë një diskutimi në ambientet e përbashkëta, ku fillimisht po flitej për marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe mënyrën si po perceptohen disa afrime nga publiku, Labi ndërhyri me një ton të prerë, duke e kthyer bisedën drejt Albës. Ai, pa shumë filtra, i tha se sipas tij ajo po sillet si goma rezerve Limit, një shprehje që në zhargon nënkupton se dikush është zgjedhja e dytë, opsion i mbajtur në pritje, jo prioritet i vërtet. Fjala ra si bombë. Në atë moment, disa nga banorët që ndodheshin pranë mbetën të shtangur, ndërsa të tjerë tentuan ta zbusnin situatën me batuta nervoze. Por tensioni ishte i dukshëm. Alba ndryshoi menjëherë shprehjen e fytyrës. Nga një gjendje relativisht e qetë, ajo kaloi në mbrojtje emocionale. Sytë e saj u mbushën me indinjat dhe zhgënjim, ndërsa i kërkoi Labit të mos e reduktonte situatën e saj personale në një etiketë kaq të rëndë. Ajo u shpreh se raporti i saj me Limin është më kompleks se sa duket dhe se brenda shtëpisë emocionet nuk janë bardhë dhe zi. Alba la të kuptohet se mes tyre ka pasur gjithmonë një tërheqje të ndërsjellë, por edhe shumë keqkuptime, krenari dhe lëndime që i kanë mbajtur larg për javë me radhë. Sipas saj, afrimi i mbrëmshëm nuk ishte lëvizje loje, por një moment i sinqert dobësie dhe ndjenje. Por Labi nuk u tërhoq. Ai vijoi me argumentin se nga jashtë situata duket sikur Limi afrohet me Albën vetëm kur ndihet i rrezikuar në lojë ose kur raportet e tjera nuk i funksionojnë. Sipas tij, Alba po rrezikon të duket si dikush që pranon gjithmonë rikthimin e tij, pa vendosur kufi. Ky koment ndezi edhe më shumë debatin, pasi prekte jo vetëm ndjenjat, por edhe dinjitetin e saj si grua. Ndërkohë Limi vetë u gjen në një pozitë të vështirë. Ai fillimisht qëndroi në heshtje, duke ndjekur situatën me një buzëqeshje nervoze, por më pas tentoi ta ul tonin e debatit. Ai tha se askush nuk ka të drejtë të gjykojë atë që ndjen ai apo Alba dhe se marrëdhënia e tyre nuk është për konsum strategjik. Megjithatë, fakti që nuk reagoi menjëherë në mbrojtje të fortë të Albës, u vure nga disa banorë, të cilët shkëmbyen shikime kuptimplota. Kujtojmë se vetëm një natë më parë, pas javësh me tension, ftohtësi, xhelozi të nënkuptuar dhe debate të vogla që shpesh përfundonin me heshtje të gjatë, Alba dhe Limi u pan shumë pranë, duke shkëmbyer puthje dhe përqafime që lanë të kuptohet se mes tyre ekziston ende një ndjenje fortë. Ai moment u pa nga shumë kush si një nga kthesat më romantike të këtij sezoni, por edhe si një rrezik emocional për të dy. Deklarata e sotme e Labit duket se ka hedhur hije dyshimi mbi atë moment, duke kthyer historinë e tyre nga një romancë e rilindur në një pikpyetje të madhe. Ndjenje vërtet apo lëvizje loje? Shtëpia tashmë është ndarë në mendime. Disa banore shohin Labin si dikë që thot atë që të tjerët vetëm e mendojnë, ndërsa të tjerë konsiderojnë deklaratën e tij si të panevojshme dhe lënduese. Ndërkohë, Alba duket e përfshirë emocionalisht më shumë se kurrë, duke u përballur me dilemë mes zemrës dhe imazhit që po krijohet për të. Një gjë është e sigurt, kjo situatë nuk mbyllet me kaq. Në një shtëpi ku çdo fjalë analizohet, çdo shikim interpretohet dhe çdo afrimitet shihet si strategji e mundshme, marrëdhënia mes Albës dhe Limit sapo ka hyrë në fazën më të vështirë. Dhe përplasja e sotme me Labin mund të jetë vetëm fillimi i një zinxhiri reagimesh që do të tronditin edhe më shumë ekuilibrat brenda lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.